Uj, sa e rëndë. Shumë të rënda, a? Wow. Po ka gur të çmuar, që nëse shesim 2 gura, e blem një shtëpi. Jo, ja vlen të bësh boksier vetëm për këte? Shiko, edhe unë fitoj nga këto gjëra, po unë jam modest, nuk i tregoj. Ku e ke? Pa e kam edhe unë, dhe më thënë, nuk e, jo po si ju që i marrni edhe, e kam edhe unë. Po pra, kampioni Youth Champion, që të dyja, WBO. Po, global. Kjo është global. Youth Champion. Për ata që kanë dëshirë, dhe më thënë, të tregut e 1 maj, 5.000 lek, me ullje 4. Sa i poshtë e ka i natin. Me gjithë shumë urime. Kjo është e jotë. Po, përndi. Kur e ke fitu, mërë burë? E kam fitu për një 3 mujesh. Të më të ka dalë shpirti. Normal. Ti e din. Të në kurash për WBO. Edhe të menosh që i ke dhe ja 20 e ca vjetë akoma këshu grushtime. Cili ishte kundërshtari, çfarë kombësie? Nga Venezuela ishte. Venezuela? Po. Maduro? Po. E pas ke bërë? Kur ke rauti për të fundit? Apo nokaut? Nokaut, në rondë nokautet. Mirë shumë. Fantastik. Në qoftë se ka në i boksier, që kolegu e ka shumë për zemër, cili është, thuje? Shqiptar, plas. Boksier shqiptar? Po. Sigurt? Po. Do mërziten tunat? Jo, së mërziten farë. Nuk mërziten. Nuk është profesionist, është amator. Është ai që i rati deputetit në... E kuptoj. Është Enkel Demi, i cili ka qelluar në 100 tregtare një gazetar. Jo, mos e thuaj këtë, nuk ka ndodhur, jo, nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, ka qenë fake news. Okej, që do të thotë që edhe ne, her mas here, kur na sjellin këtu, o rrifemi o na rrafin. 2 titër e kemi që kështu i duel dhe ishte mirë. Po. Fiton ai, se është me i gjatë. Floria në këto tuna? Jo, s'jam. Jo, nuk janë, por janë vërtet kanë prestigjose. fotografitë në Muhamed Ali. Muhamed Ali, Janë boksierët që i kanë pasur këtë titër, do më thonë. dhe është një lloj homazhi që i bëhet edhe atyre, domethënë. Fantastike. Tani kemi gara në Shqipëri, kemi atë meçin e madh, domethënë. Po, me datën 10, ditën e premte, te Parku Olimpik. Parku Olimpik. Kena një, mund të them që është një nga organizimet më të forta që është bën ndonjëherë në Shqipëri. Kena kundërshtar të fortë, ndeshje të forta, janë titët, krejt titët janë lojë për të, ne kena për të mbrojtur, edhe Rogersi, gjithashtu edhe Nelsoni. Do më thënë, ju jeni për para, jeni pjesa e... Po, Sa ndeshje janë gjithsej para Nelsonit? Janë 3? Fakti kanë bërë pak Janë disa, edhe kickbox. Kickbox edhe box. Po nga boxi jamon Nelsoni, Rogersi, Denis Nuria. Çullhaj, Mikeli. Mikel Çullhaj. Do më thënë, në orën 6 fillon aktiviteti? Në orën 6 aktiviteti. Kush e di kur mbaron? Ta ka një zakon Allah, ta shkon aty, do më thënë, e udhin të raundi parë dhe pastaj mbaron ajo. Për të ngrënë garë në fund fare se kolegu do të hajë. Shiko se ju nuk para keni eksperiencë nga boksi. Sa më të letë të jenë boksierët, aq më shumë zgjatë, si rregull. Pra boksierët me peshë më të madhe ndodh që mbaron më shpejt me nokaut, si rregull. Qofse nuk gabohet. Ka dhe përjashtime, për shembull Albani, kur ja jep një herë. Varet edhe, do më thonë, kundërshtari. E ka dhe kundërshtari, varet dhe se si janë bërë letrat përpara, kush do humbë, kush do fitoj. Kolegu, përsa e fletë për boksin, ka gjithmonë një ide, dhe e thotë her pas here, jo po trukohen ndeshjet, jo po këshuan dhe këtej. Por, ama thot, për Albanin, kam pa i ndeshje, thot Albanit, që janë lanë gjak të dytë. Kemi qenë bashkë, ka qenë ndeshja që pam? Kemi qenë bashkë, po nuk e di ka qenë Albani, po ka qenë dikush tjetër, se mos ngatrohemi. Ndeshja që është zhvilluar në qendër, në qendër, në Korrikë, e hapur, në Korrikën. Po, keni qenë, por që ka pas ndeshje të forta, kam qenë edhe unë, po ndoshta edhe u bëni ndeshje. Jo, ka qenë ndeshje tjetër, ishin dy të huaj, ishin dy të huaj. Ata kemi parë. Po. Ajo ka qenë e përgjakur, ndërkohë ti ke... Tani këto janë trokuar, janë kështu... Juve stërviteni vi, juve ju del shpirtin, ne themi që janë trokuar. Ata që e kuptojnë boks, janë disa hapa që duhet, në boksin profesionist paktën, janë disa hapa që duhet ndjekësh, sepse ti, kur debuton, nuk mund shkosh direkt me një boksier që ka një eksperiencë shumë të madhe, apo është një renditje shumë të lartë, sepse merret gradualisht, sepse fitohet eksperienca, edhe normalisht kundërshtarët duhet të zgjedhësh pak a shumë si vetja, që ti
fitosh eksperiencën tënde, nuk do të thotë kjo që është nesha e trukuar. Unë nuk jam në të fazë. Nuk mund të bësh kapërcime shumë të mëdha nga niveli në nivel, sepse ndrojnë peshat, ndrojnë gjithçka apo jo. Po zemi shemë se kam ndodhë, nuk mund shkosh ti nga fillimi, shkosh me një boksier që është kampion bote. As nuk ta japën atë mundësi herë që shkosh direkt, jo, mo edhe si kur dushti. Ti Albano tani jete i zeqe, apo jo? Po, jam i zeti në botë edhe me këtë ndeshje shpresoj që ta mbroj këtë titullin, kam edhe për një titull tjetër VBA internacional, edhe shkoj diku të 15 më të mirë në botë. Në peshën? Pesha jo? Light heavy. Ndërkohë ti Rogers, pesha jote? Light heavy dhe pesha ime. Është unë ndeshjen e kam të një të premte për mbrojtjen e titullit. E kam një kundërshtar të fortë, ndodhi i problem se mund ndru kundërshtari para 2 ditëve. Por mu s'është një problem, po... Pas ka shpëtu e tjetëri. Jam stërvit, normalisht e këto kundrohen kundërshtarët janë pak këto pengesat para ndeshjes, se i mësu me... I përgatit për një luft tjetër... Duhet ta studiosh kundërshtarin, Po, jam mirë, jam form, jam i fokusum. I optimist. Po, kam servitor jashtë Shqipërisë, çdo gjë është okej. Ko du të pyesë, Roger, kur mësoni kundërshtarin përveç stërvitjes personale, ju bëni dhe stërvitje taktike, do më thënë, shikoni video, do më thënë... Po, normal, i shofim ndeshje që ka pas, bashkë me trajnerin e studiojmë, shofim lëvizjet. Nëse ndrohet për 2 ditë, do më thënë, kjo është, nuk është e drejtë. Normal, po... është e drejtë, po e gjë është ndodhë. Boksi i ka këto, dhe... Ma mirë me bo se mos me... Jo, dakord, po i bi që ti të kesh bërë një strategji emergjence tani. Po, normal. Po pse ndrohen këta në moment fundit? Do që ka dëmtim, do që friksohet prej teje dhe heqdohet? Jo, nuk janë ato. Kishë problem me letrat, e kisha mi boksion nga Afrika me bokse rallë, po kishë problem me letrat. Po, problemi vizës, kjo ndodhi. Po janë gjitha dhe dëmtim. Një boksier tjetër nga Spanja, shumë me përvoj me eksperiencë se unë, po besoj ja dalim. Çfarë rekordi ka ai? Ai ka 25 fitore me 3 humbje. Ndërsa ti? Unë jam 8-0, ndeshja 9 që do bëjmë dhe një. 9. Ndërsa Albani? Kundërshtari po? Kundërshtari. Kundërshtari ka 17 fitore dhe 1 humbje. Okej, ai është? Ghana. Nga Ghana. South Africa. Po kishe një emër... Ndjes. Mos, s'ka gjë, nuk bahet me një humësit. Mbanuku. Mbanuku? Do humbja, do të shënojnë 2 humbje. I dini hotelet ku do rinë këta që të porosisim një mëngjes me pak hir djathi për secilin. Hoteli s'vje lejohet. Jo. Eventi ishte parashikuar të mbajë në fund shtatorit. Çfarë ndodhi që u shty për në datën 10? Ishin disa probleme të pjesa e koordinimit të pjesa e politike që duhet disa gjëra që ishin të zgjedhjet e këtë marrëvesh. Deputeti pasen që po që ka event e ka dazni më burr. Po e jep danë, e jep Supersporti me Sadi, japin. A do më thënë është ndërkombëtar? Po është ndërkombëtar, është një që ka shumë i rëndësishëm. Është shumë i rëndësishëm, është një nga Ne do jemi, se kemi marrë ftesën, kështu që... Unë jam në Kosovë të premte, po uroj që të kthej, mos të flej në Kosovë. Po do mundohem t'jem, se më kaftu Nelsoni. Por është event global, është event shumë i rëndësishëm. Atëherë në eventet të kësaj përmase, si mund dyshosh ti, kolegë? Vetëm kolegu, vetëm njerëzit si kolegu dyshoj. Shiko, nuk është se dyshoj ke forca Albanit dhe Rëgjersit, nuk dyshoj fare që këta e boksier. Po që ndodhë? është biznes, kolegë. Po i ka ti. Po lere, ka qik biznes me. Muhabeti barazoj Milan Juve se ashtu e doni pas. Jo. Shiko, në ka ndeshje që shumica ndeshjeve shkojnë drejt, parësi se bjen. Ka dhe ndeshje tjera që ore vlla, ky ka 15 fitore, nuk do humbi ky se më duhet se e shesim shtrejnë në Londër. Kam dëgjuar, unë s'jam aty. Ndoshta jam gabim. Albano, jo kredek... Diçka gabim, nuk e kam që ka dhe raste që fiksohen dhe. Si funksionon. E pra. Jo, kështu se thot. Por që mbështetje është gjë e madhe, duhet fjale, nuk është se edhe boksierët e mëdhej e kanë edhe strategjinë e vetë, menagjeri e krejta, por
trokim s'ka herë. Jo, turkim nuk ka. Për futesh, Ka... ose të paktën ju e merrni vesh në mrapa. Ja, nëse do kishte në trokim do ishte në dorë tonë. Po shojmë edhe vaj. Si jo, grusht, Po. grusht nuk o futboll, që ke mundësi të bësh edhe... Kur kam pa ndeshje, domethënë me Nelsonin dhe përpara, atëherë u binda. Pra, vajta me këtë dyshim që mund të ketë në trokim, aty u binda. Që ka. Nuk ka. Por me Nelsonin nuk është se shijohen ndeshjet shumë se 30 sekondat e para është lufta, pastaj rrezikon ndërsarin. Kjo ndeshje Herën e fundit na premtoi vetëm për jutha do ta çoj deri te raundi 3. Na ka premtuar herën e fundit. Në fakt ishte pak i graj tjetri. Është herë e parë që unë jam me atë tjetrin, nuk e di pse. Po pse vetëm Nelsoni do fitoj? Ka të tjerë, janë birë njënash. Këto është problemi në shqiptarë, kur fitojmë ne gjithmonë thotë janë neshjet trokume, janë neshjet e bleme. Kur fitojnë ata, Që i humbi kë janë. Në dyshimi kolegë, se kur vini i thoni këtu kemi 0 humbje, fitore vetëm. Po pse atë duhet në humbë pa tjetër, këta njerëzit në përfitu. Kësaj rrade do vim të shofim nga afër dhe do ta shofim me të vërtet. Ju urojmë gjithë mirat, ju urojmë suksese. Ju jeni kampion. Po pa tjetër. Gjes kishte dhe vajza, janë te kickboxi, jo te boksi, ha? Po, janë te kickboxi, po. Janë vajzë nga Vlora shqiptare dhe një tjetër. I kemi intervistuar. Do vim. Ja, do beteni të knaqër. Nëse unë vin nga ora 9, mu i shof të dyve? Nga ora 9, shtire ke veç mu, shofësh edhe Nelsonin. Në 8. 8 e arrin. Në 8. Bëra një pyetje të rëndësishme që për kolegun është etike. A ka për të ngrënë gjatë kohës që shohim ndeshjet? Sa ai jo. Ço do të hajë, që ta bënda. Ke vetëm grusht të hajnë, koleg. Për ta Shkosh në një ndeshje boksi dhe të thotë çfarë do ha. Ajo është merak. Nuk e mirë, s'ka mundësi domethënë. Pinë i birë valla. Më faturove mua, ai është ai që ha. Po jo, po unë ha jashtë valla. Okay. Jo. E ke parasysh ku është Parku Olimpik? Feti Borov. Po ball, ke ca restorante. Disi hajde. Meksikan. Me rëshimin se jena Por pesh, po, vetë poja, sa pesh keni Gjoj më e vështirë kjo. Kjo është, Sa pesh? Unë kam ra, domethënë 4 kile për punë. Për sa kohë? Për 5 ditë. Për 5 ditë ka. Edhe çiki verdh me ton drejt, edhe çiki zbardh, kështu që. Kjo do vujt më shumë se unë, po. Për një mbiranesë edhe ka. Sa? Është 4 kg deri nesër? Po, sot. Po. Po si Kupto kënë shtarë Shqip, andaj po e dhe. Nuk kupton shqip, se po të kupton dhe po afrikana. Biletet për kthyesje aty s'kupton shqip. Vetëm stërvitesh dhe humb Vetëm pini ujë. Tani është asujtës. Me kujdes ato pjesët pak. Sa kilogram duhet t'jesh para ndeshjes? 79.6, kam qenë para 10 ditësh, kam qenë 90. Jo, më jo. Pa ma me se ka njerëz që kanë që len 6 muj lekë dhe sumin 3 kile. Jo, nuk është gjë e mia kjo për trupin. Se është gjë mirë, sepse zakonisht është uja që humbisni më shumë. Mund të më shumë 3-4 kile ka trupin, dhe më të ujtin e humbim tani në fund. Ishim ujtin, a kuptoha dhe... Po besoj hiqni edhe këto karbohidrate, hiqni bukën, hiqni makaron. Kafe s'pini fare ju? Kafe në pi. Kafe po, s'prish punë për kafe. Kafe, cigare, dunësët që do bëjnë. Kafe cigare jo, nuk pi cigare. Zero shisher, zero gëgjona. Po si e ullim e marim të peshë, dhe më thonë, nëse peshën e ullë shpejt. Edhe e mërë shpejt. Për 2 ditë. Ne i marim e na 3-4 orë, 4-5 kile. Ju thaf dora dhe i që tërkon deshët e juje. Po nuk të tërgojnë, më rekollek. Nëse. Kjo është torturë më bu. Kjo është e të mërshme, nuk e di. Mama pas ka shpresë për mu. Po, pra. Ishte 90 kile para 10 ditës. Po. Dhe i bitë këtë humë ka humë 11 kile. 12 kilogram. Po. Ja, i humë. Këty ka shprej, se ti del në herë, kam pa të bo ece. Ece shëtitje. Nuk quhet opsima i në Alban. Duhet bësh prapë. A i shkon për tretur drekën që të hajde darkë, për ndaj lëvis. Se më sulmon? Nuk sulmoj vële, po jam vëbo, apo dhe ti I dojtë e Rogerit, do i delegoj për shtetë Rogerit. Dhe pas taj hajde flasim. Ja, sot nuk ditë mërkura, unë nuk rafë boksjerë. E ke pushim, sot. Njëri kujtes, koleg, të premte, datën 10 tetor, në të orën gjithë të parku olimpik. 20 Jo, në orën 18. Nga ora 6-7 tjenë njerëz në lidhen se varet... Ju jeni të parët? Kush është? Jo, janë vajzë. Jemi nga fund. Duke ardhë cilësia dhe pesha, duke... Ja ku kemi të gjithë garuesit, ju urojmë suksese, fitore dhe t'i mbroni të titull me dignitet, pa trukime. Pas nesër.
në orën 6, 21:07 jeni aty. Po, mirë. Faleminderit shumë nga ju. Shumë sukses e çunat dhe do të dëgjohemi pas fitoreve. Mirë se di. Fitojnë çunat të premten, fitojnë dhe çunat e tjerë të shtunën. Po, edhe jemi i Ja, Pastaj hajmë krejt, pastaj. Tu kemi papën. Papa Leone do t'i bekosh. Okej, pas pak me Vasjan Lamin.